Dohet i shmangësh e geopolitikës sot për të përqendruar dhe për të zhytur ke politika e brendshme, pasi që ka mjaft debat, sidomos në Partinë Demokratike, ka thënie kundër thënie, përsa i përket numërimit votave, përsa i përket saktësisë së këtij të KQZ-s. Kemi lajm të fundit që partia e Ilir Metës kërkon dhe ai numërim votash, pra domethënë gjë shumë interesante në fshatin tonë shqiptar. Po, tani kur digjet Stambolli, po vazhdoj me alegori, kur digjet bota, sigurisht që lajmet nga fshati presin për pjesën e dytë emision. Dhe në pjesën e dytë do merremi me to. Çfarë ka ndodhur kaq tronditse? Ka ndodhur një operacion që Ukraina, si të quajnë në rrjeta Merimangës, është përgatitur 1 vit e gjysmë, 18 muaj, goditja që ka rezultuar e suksesshme. Do më thënë, 4700 km nga kufiri i Ukrajinës me Rusin. Aty ku është fronti, ku është lufta, në thellësi të Rusisë, në një zonë shumë të mbrojtur, në Siberinë e famshme, janë aeroportet më të fshehur, më të mbrojtur, më të pakapshme të Federatës Ruse. Krenaria atyre janë Tu-95, Tupolev, që thonë është ai shpiksi e konstruktori famshëm Tupolev, 95 dhe tun tjetër nuk e mbaj mend, po është edhe një Tupolev tjetër, pra do të 2 modele. Çfarë kanë këto modele kaq të jashtëzakonshme? Këto janë modelet e transportuesve strategjik. Çdo thot një transportues strategjik, do thot i aftë të ngarkoj, të lëshoj, të godas me bomba bërthamore. Gjithsej, flota ruse bombardues të këtyre dimensioneve ka vetëm 120 të përhapur në këto aeroportet sekrete në gjithë territorin e Rusisë. 40 prej tyre, pra i bie 1/3, u shkatruan në aksionin e djeshëm. Kjo është një troditje shumë e madhe për Rusinë për disa arsye, jo vetëm që dëmi material kalon 7 miliard e ca dollar, sepse një aeroplan i tillë varion, po minimalisht për 250-300 milion dollar secili, por nga ana tjetër, të kalosh atë rrjet sigurie, të mundësh shërbimin sekret rus, dhe ta kapësh atë në befasi, sigurisht është një dhimbje e madhe koke në Kremlin. Për të diskutuar këtë, po dhe shumë rrëdhime tjera, sepse po sot, pa 24 orë përpara dje, sot ishin formalisht bashkëbisedimi për paqe në Stamboll midis delegacioneve ruse dhe ukrainase. Kuptohet që shija e hidhur e këtij aksioni të suksesshëm të Ukrainës nuk e kalon që të mbahet.